Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio ka përcaktuar qartë parimin që sipas tij duhet të udhëheqë politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, interesi kombëtar amerikan. Duke folur para Komitetit të Senatit për marrëdhëniet me jashtë, Rubio tha se fuqia amerikane duhet të përdoret para së gjithash për mbrojtjen e vendit, sigurinë e qytetarëve, ekonominë dhe sovranitetin e Shteteve të Bashkuara. Sipas tij, Amerika duhet vazhdojë të udhëheqë botën, por ky leadership duhet jetë gjithmonë në shërbim të interesave amerikane. Rubio theksoi se politika e jashtme kërkon vendime pragmatike, edhe kur zgjedhjet në dispozicion nuk janë ideale. Në shumë raste, tha ai, Washingtoni nuk përballet me një zgjedhje me së mirës dhe së keqes, por mes dy alternativave jo perfekte. Detyra është të përcaktohet se cila prej tyre është më e mirë dhe më pak e dëmshme për interesat e Shteteve të Bashkuara. Një nga mesazhet më të forta të Rubios ishte se SBA-ja nuk është një organizatë bamirësie. Sipas tij, qeveria amerikane nuk ekziston për të luajtur rolin e punonjësit social në botë, por për të mbrojtur dhe avancuar interesat e popullit amerikan. Rubio tha se Departamenti I Shtetit duhet të zbatojë politikën e jashtme përmes diplomacisë dhe ndihmës së huaj, por gjithmonë duke kërkuar rezultate konkrete. Ai e lidhi këtë qasje edhe me transformimin e politikës amerikane të ndihmës së huaj. Sipas Rubios, Washingtoni nuk duhet të jap thjesht para, por duhet të kërkojë rezultate dhe të vlerësojë nëse fondet e dhëna po prodhojnë efektet e synuara. Ndihma amerikane, tha ai, duhet të fokusohet tek vendet që kanë rëndësi strategjike për interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara. Rubio e përshkroi Amerikën si superfuqinë më të madhe në botë, duke përmendur ekonominë, ushtrinë dhe rolin ndërkombëtar të dollarit, por ai paralajmëroi se gjithë kjo fuqi ka vlerë vetëm nëse përdoret për të mbrojtur qytetarët amerikan dhe mënyrën e tyre të jetesës. Në fjalën e tij, Rubio u ndal edhe tek hemisfera perëndimore. Ai tha se Washingtoni tashmë ka një grup prej më shumë se një dyzinë vende shmike në rajon, me të cilat mund të thellojë bashkëpunimin në siguri dhe ekonomi. Sipas tij, kjo situatë duhet të zhndërrohet tani në veprime konkrete, pas asaj që e cilësoi si 20 vite neglizhencë amerikane ndaj rajonit. Rubio akuzoi Kinën dhe fuqitë të tjera globale se kanë zgjeruar ndikimin e tyre në hemisferën perëndimore, duke dëmtuar sipas tij interesat amerikane dhe interesat e vetë vendeve të rajonit. Por mesazhi I Rubios shkon përtej politikës së jashtme tradicionale. Ai tha se politika e jashtme amerikane nuk mund të ndahet nga ekonomia, kontrolli I kufive, energjia dhe kapacitetet prodhuese. Sipas tij, një vend që nuk mund të ndërtojë anije, të prodhojë ilaçe, të kontrollojë migracionin apo të sigurojë burimet jetike, nuk mund të mbrojë interesat e veta në arenën ndërkombëtare. Në thelb, mesazhi I Rubios është I qartë. Amerika do të vazhdojë të udhëheqë, por jo pa kushte. Diplomacia, ndihma e huaj, siguria, energjia, ekonomia dhe aleancat do të maten gjithnjë më shumë përmes një pyetjeje të vetme: çfarë përfiton Amerika dhe si forcohet interesi kombëtar amerikan. Kjo është filozofia që Rubio thotë se po udhëheq politikën e jashtme të Washingtonit.